Nga episodi 79 me mikun tim Meraldo, teksa diskutonim për art dhe kulturën, arkitekturë etj etj. Është një pjesë e vogël ku unë i ftoj njerëzit domethënë që të jenë krenarë, ta njohin veten tonë, edhe ta reklamojmë veten tonë dhe vendin tonë me mënyrë më të mirë, sepse nuk ka për ta bërë asnjë tjetër nëse nuk e bëjmë ne. Dhe pavarësisht se tashmë ka kaluar një kohë goxha e gjatë, po asaj kohe ka pasur goxha reagim të fortë, jo vetëm në komente, por edhe në DM për sa i përket asaj prerje të shkurtër, sepse vinin disa kritika ku thoshëm kjo pjesa e krenarisë është idiote, kjo pjesa e krenarisë nuk bën kuptim, kjo pjesa e krenarisë nuk sjell asnjë gjë të re, kjo pjesa e krenarisë është bërë edhe një çik bajate, domethënë bëj një shqiponjë kështu edhe dile dhe thuaj që jam shqiptar me një stacion treni me duke bërhitur etj, por unë nuk kisha atë në mendje. Në disa episode të tjera kur e kemi diskutuar, unë kam shpjeguar diçka specifike për sa i përket krenarisë, sepse normalisht çdo lloj aktiviteti kriminal, pavarësisht se mua më vjen keq që duhet ta them kështu, sepse shumica e atyre djemve që janë atje dhe janë të përfshirë në atë lloj aktiviteti, nuk është se e kanë pasur zgjedhjen 100% edhe e kanë dashur domethënë që t'i futen asaj rrugë, thjesht kanë provuar disa gjëra përpara që si kanë funksionuar. Po gjithsesi, asnjë lloj aktiviteti kriminal nuk të jep dhe krenar shumë të madhe. Ti jesh më i forti në klub, po ku dëgjon me në një pub edhe ti thuash sono albanese io, asaj nuk është krenari, më fatkeqësisht. Kupton? Do ishte gjë e bukur, sepse nëse ta ishte krenari është ndeshëm për shkak se do rregullonte çdo lloj gjëje, do ishin perfekt. Po si jemi perfekt? Edhe kjo tregon diçka, tregon faktin që nuk është ajo që ne vena çon përpara. Ajo që na çon përpara janë njerëzit që do arrin diçka. Tash nuk do të futem të krahasoj njërin me tjetrin, por kemi pse të jemi krenar. E para fare jemi popull që kemi mbijetuar lloj-lloj drejtje edhe vetes tonë, që është armiku më i keq për ne. Fakti i provuar kë. Kemi një nga gjuhët më të vjetra në qarkullim, domosdoshmërisht nga kulturat më të vjetra. Kemi një natyrë perfekte, kemi plazhe perfekte. Edhe për të çdo lloj korruptimi, për të çdo lloj politike të pisët, kemi edhe njerëz të tjerë që në kushtet e tjera, sidomos për diasporë, kur djalin jashtë shkëlqejnë, marrin poste, bëhen politikanë të mirë të vendit ku janë, bëhen mjekë të mirë, bëhen software developers të mirë, kemi shumë të ofrojmë. Edhe normalisht shumë nga ju do të thoshin që ore, po shumë çka ka ti që se kanë të tjerët. Po mbase është klishe edhe mbase është e thënë shumë, por që të jemi të sigurt që ajo përqindja e njerëzve tanë që janë të suksesshëm jashtë e krahasuar me shtetasit e tjerë është shumë herë më e madhe. Këtë duhet ta kemi parasysh. Se në stacionet e trenit këtej ka lloj-lloj drejtë shejtani, akoma sot e kësaj dite nuk kam parë një shqiptar. Do thoni juve, po tani është gjëja e fundit, po deri në një far pikë tregon që edhe individi më i thjesht edhe më i dobët apo ku dëgjon me fatin më të zi, varet se si ka shkuar deri atje, prap nuk përfundon deri atje poshtë. Kemi një farë lloj ndjenje familjare. Po, ne kemi shumë probleme, sidomos me njëri tjetrin, po ja vërtetësisht thonë njëri tjetrit, po mos harrojmë që edhe ja zgjidhim shumë gjëra njëri tjetrit. Mos harroj që të mungojnë shumë gjëra nga çdo lloj kulture ku ti bën pjesë, por normalisht si do të kuptojë një shqiptar në shumicën e gjërave shumë rrallë të kuptojë një tjetër. Nuk do të sillemi ne si unë të gjithë jemi keq, sepse në të gjithë vendet ku ne jemi, si në Gjermani këtu jam unë, si në Angli ku mund të jesh ti apo Itali, tjetri. Edhe atje ka po të njëjtët njerëz për të cilët ju ankoheni edhe për nga të cilëve juve ju vjen turp, duhet njohim veten nga jemi, çfarë kulture kemi, çfarë kuptimi kemi ne jo vetëm për Ballkanin, por gjithë Europën. Kjo është krenaria që unë doja të shpërndaja me atë video. Është tejet masa e rëndësishme dhe ne këtë do t'ja bëjmë të qartë gjithë secilit. Nuk mund të lejojmë në asnjë lloj mënyre që ta harrojmë këto, sepse çdo filizë e fillimit është si një, le të themi, si një kolonë mbajtëse. Edhe nëse ne njohim vetëm shumë mirë, nëse ne pranojmë se sa rëndësi kemi, atëherë edhe kur sillemi harbuçe dhe kur bëjmë gabime, ndoshta do e mendonim 2 herë përpara se të dëmtonin imazhin tonë si shqiptar, ndoshta do e mendonim 2 herë kur të silleshim si e harbut. Ndoshta nuk do quheshim krenar vetëm kur i bim në jerit në grusht të rrugët. Prandaj duhet kemi parasysh që çdo lloj gjëje që ka një farë lloj konotacioni negativ, fatkeqësisht bën më shumë dëm se sa zgjidh punë kur bëjmë atë shqipojnë dy krenare. Shqipojnë është celebrim shumë i bukur.
Unë kam asnjë gjë kundër dhe unë do vazhdoj ta bëj vetë si individ sa të kem mend edhe sa të kem dëshirë për ta bërë atë gjë, por duhet treguar në mënyrë tjetër që secili nga ne është një ambasador i vogël dhe që secili nga ne duhet të japë atë kontributin e vet, kudo që të jetë, pa pistliqe, pa budallalliqe, të tregojë që jemi të aftë, edhe mbase më të aftë se sa shumë të tjerë. Jemi të aftë edhe jemi gati të zëm edhe pozicione të ndryshme, tregje të ndryshme etj etj. Edhe në këtë lloj fryme ne duhet jemi krenar. Dhe vazhdoni të jeni krenar, sepse ne vërtet jemi diçka ndryshe, ne vërtet kemi jashtëzakonisht shumë vlera, edhe është çështje kohe sa të bëhet standarde njohja e këtyre vlerave dhe përqimi i tyre në masë. Deri atëherë gjithë mirë. Buçim në bu CHI Bu CHI podcast.